Jasi të shpëtoni nga dhimbja e dhëmbit pa shkuar tek dentisti. Dhimbja e dhëmbit është një eksperiencë nëpër të cilën ka në kaluar qoftë një herë të vetme çdo njeri. Në këtë video do të rendisim disa receta të mira në kushte shtëpie, të cilat mund të lehtësojnë dhimbjet e dhëmbit gjatë natës, por nëse gjendja e tij është agravuar, duhet të shkoni te dentisti. Uji me krip është një disinfektues natyral dhe gjithashtu efektive për të lehtësuar dhimbjet e dhëmbit gjatë natës. Në një gotë me ujë të ngrohtë shtoni gjysmë lugë gjelle me krip dhe bëni gargar. Përzierja është efektive dhe mund të pastrojë zonat e irrituara të dhëmbit dhe të lehtësojë komplikacionin. Peroksidi i hidrogenit gjithashtu mund të jetë një alternativë, por është më mirë të përdorni në këto raste edhe karafilin. Aty ku keni dhimbje dhëmbi, shtypni pak karafil dhe vendosni 2 pika vaj nga bima barishtore, kështu do të lehtësoni komplikacionet dhe do të lehtësoni gjendjen tuaj, citoi studimi. Është një teknikë e mirë edhe të përdorimi i hudhrës.